fundit, mendoj që pas ndeshjes Kosovë-Turqi, temë e këtyre ditëve të fundit ka qenë vetëm Vedat Muriqi. Pas ndeshjes ka pas kritika. Mirë po më duket se ato kritikat kanë kalu, tani më sportdashtit besoj që edhe në për studio do të miremi ekskluzivisht me Vedat Muriqin. Pasi që e dini ju para një javë e mposhti Real Madridin, me golin e tij vendosin minutat shtesë, edhe një fitore shumë e rëndësishme Majorkës kur e dim se po luftojmë për ekzistencë. Ja që edhe sot e përsolla edhe ndeshjen, Vedat ka qenë lojtari i ndeshjes me 2 gola të shënuara, kështu që përkundër asaj e theu edhe rekordin. Pra e kalojnë një futbollist Samuel Eto'o, e njohim ne të gjithë, pra sidomos gjenerata tona që kem përcjell, dhe tani më është edhe pirati i Majorkës dhe mund të themi edhe Ispanjes, sepse pos kësaj që ka thyer rekord në ekipin e Majorkës, ky është duke luftuar për pusën e art, siç e thamë edhe më herët bisedum, që është ngar me një futbollist. A mendon që sporti